Korça zbardhet nga dëbora në pranverë pas temperaturave të larta, moti ka marrë një kthes të papritur. Zonat verilindore janë zbardhur nga rreshjet e dëborës. Korça është zgjuar e mbuluar nga dëbora. Rreshjet kanë rënë me intensitet në lartësinë 700 metra, pavarësisht të rreshjeve të dendura, akset rrugore janë të kalueshme dhe nuk ka problematika. Akset kryesore nacionale, Qafa e Thanës, Pogradec, Ploç, Maliq, Korç, Kapshtic, Korç, Voskopoj, Drenov, Dardh, Qafa e Qarit, Ersek, Leskovik, Qafa e Zvezdës, Dogana, Goric, ishin të monitoruara nga subjektet kontraktore dhe janë plotësisht të kalueshme. Pavarësisht motit të kthjellët, temperaturat kanë shënuar ulje të ndjeshme në raport me ditët e fundit, kur u shënuan temperatura relativisht të larta dhe një mot i ngrohtë. Rreshje dëbore raportohet të ketë pasur edhe në fshatra të Librazhdit dhe zona të tjera përreth.